raste që janë raportuar për dhunë janë të përsëritura. Çfarë nuk shkon? Nuk i ka bërë mirë dënimi, janë bërë më të dhunshëm në burg. Se ndodhë që edhe pra një bashkëshort edhe pasi është dënuar për dhunë në familje, shkon sërish tek ajo familja që ka dhunuar. Edhe kjo është një problem, është problem, sepse ndoshta unë nuk duhet ta them këtë, por mendoj që pasi është ndërmarrë një akt dhune deri në atë mas, ku kjo dhuna është provuar ligjërisht edhe partneri tashmë ndodhet duke vuajtur dënimin e tij me burg, unë e quaj ndoshta një 10% të mundur që ky çift të ribëhet bashkë edhe kjo marrëdhënie të shpëtohet edhe të funksionojë edhe të jenë të lumtur. Pra, një bashort i cili ka ngritur dorën para gruas, aq më keq nëse i ka bërë dhe fëmijë, para asaj që në pjesën më të madhe të rasteve të familjeve shqiptare i ka bërë bukën, e ka ushqyer, e ka larë, e ka hekurosur, pra dhe ky e ka ja lejon karakteri i tij për një burri ashtu quajtur të fortë, që për mua në të rast janë më të dobtit, të ngrej dorë para kësaj gruaje, nuk mendoj që 6 muaj dënim me burgim që jepet në shumicën e rasteve për këta bashort, apo deri në 5 vite të marrë ai që është maksimumi i dhunës në familje, ky pas 5 vitesh po themi do rikthehet në atë familje dhe këtë grua do ta dojë dhe do ta dhunojë më. Madje në shumë raste, pasi dalin nga këto institucion, ato kanë edhe veç asaj ndoshta urrëties që kanë pasur fillestare për ta dhunuar këtë grua, tashmë kanë edhe ato vitet që kanë humbur në institucionet e vuajtjes dënimit, sepse duket sikur është kjo gruaja shkaktare që ai ka bërë burg. Kanë një urrëtie të shumë thjeshtë. Nëse ky person dënohet për herë të dytë për dhunë, ligji është i njëjtë, pra vepra penale e njëjtë është, por dënimi është i njëjtë si herën e parë? Jo, çdo vepër që kryhet nga një recidivist, nga një person që e ka kryer një herë më parë, ka ato rrethana të rënduese, pra do të marrë edhe pak më shumë. Po flasim gjithmonë në muaj deri në 5 vite, domethënë para një dhune që është aq e rëndë, që unë mendoj që duhet ishte dënimi dhe më i lartë, prapë aty mbetemi tek 5 vite maksimum. Po ti përgjigjem edhe pyetjes që sapo jo, po është shumë e vërtet. Atëherë çfarë ndodh në burg? A rehabilitojnë këta persona? Agresori, pra, bile se thash edhe pak më përpara, a ndihmojnë këta persona për të kuptuar se ku buron zemrimi, se ku buron impulsit, të qenurit impuls, se si janë ndihmuar këta njerëz nga ana psikologjike.